Më shumë mirëqenie, më shumë vende pune, shëndet, mirëkuptim, suksese në fusha të ndryshme dhe rezultate më të larta. Këtë presin shqiptarët nga viti 2014, të cilët shprehen për mikrofonin e Channel One se shpresojnë që ky vit të jetë shumë më i mirë se viti që lan pas, sa i takon realizimit të objektivave dhe qëllimeve që gjithsecili vendos vetes. Pres të mbaroj shkollën e të dalin jetë sa më shpejt. Presim ditë sa më të mira, sa më të lumtura, sa më shumë të punësuar. Unë pres vetëm të jemi me shëndet. Një vit më i mbarë, sepse ky vit s'ka qenë më i mbarë dhe rezultate më të larta mendoj. normal. Por nuk kanë munguar edhe pesimistët, të cilët përveç se nuk presin ndryshime të mëdha në planin ekonomik dhe politik, shprehen se viti 2014 do të jetë një vit më i dobët se 2013. Duhet të jetë një vit i ri, i mbarë, i begatshëm. Këtë mirëqenie, mos ketë grindje. Ka këto mirë presim. Me kënë më punë, sa më shumë punë të ketë, sa më shumë të ardhura të ketë, që të ngrihet mirëqenia. Sa vjen më keq po bëhet. Si për Korçarët edhe për shqiptarët, ky vit të jetë viti i mbarë. Unë shpresoj që do të ketë rritje ekonomike dhe do ndihet shumë shpejt. Pavarësisht mendimeve të qytetarëve, optimiste dhe pesimiste qofshin ato, është viti 2014 që do t'tregojnë rezultatin final.